Kishte kaluar një gjysmë-mijëvjeçari që kur kishte filluar era e robotëve. Një luftë shkatruese po përfshinte planetin. Të shtypur nga forcat e cyborgut tiran që njihej vetëm si generali, njerëzimi nuk kishte më asnjë shpresë. Në këtë periudhë të errët, një luftëtar njeri me emrin Eon, që kishte një grusht të fortë, i udhëhoqi drejt fitores, duke shkatruar generalin dhe veten e tij. Kishin kaluar 100 vjet dhe kujtimet e luftës ishin venitur. Por legjenda e grushtit të Eonit vazhdonte të ekzistonte. Në këtë botë kaq të madhe, një moment apo një çast që të mund të ndaj. Po do të qeshësh me mua dhe një botë më të mirë do shikosh më pas. Dhe ëndrat pa fund do të kesh dhe me ty do t'jenë për gjithmonë. E zemrën të ty do t'kem unë për gjithmonë. Ti do të triumfosh, jo s'kemi frikë në botë, ti do të kuptosh. Asi jeton Afrikën, jo nuk tregojnë, ku do të shkosh më pas ti do të triumfosh. Ku do të shkosh ti do të triumfosh, jo s'kemi frikë në botë, ti do të kuptosh. Asi jeton Afrikën, jo nuk tregojnë, ku do të shkosh më pas ti do të Grushti legjendar. Ajo është këtu. Bukuria e errët. Po të them se ka kaluar shumë kohë. Ai që po kërkon ti nuk ekziston, Gafi. Kështu që përse nuk ma jep mua? Jo keq, Gafi, do t'jetë bukur tani. Shejtani vogël. Ndal ti pas më zëçam. Pritsa ta pusim në dorë. Të thuash të zarin nga kapin. Ai djalë shumë shpejt. Më kapni nëse mundeni, ha? Buton! Plani 2! Bogati! Oh, mos! S'mund ta besoj se kalova 4 vjet në shkollën e bindjes për këtë. Kujdes, kthesa dje ma. Dalo, shejtani vogël! Tani! E shihni se çfarë ndodh kur nuk jeni të kujdesshëm. Goxha goditje buton. Këta e quaj unë humbje të plot. Ha? Ç'po ndodh? Ja ku jemi pra? Ja këtu.
Këta tipat nuk na lokan Po ti? asnjëherë. Nuk ke ku të shkosh ti Alosh i vogël. E pa mundur. Po ura ku pas ka shkuar? Si mund të zhduke kështu? Do doja të zhdukeshim ne, duhet të ke shkuar në kthesën e gabuar. Dito, mendo për diçka. Buton, po këtu ka pasur një urë më parë, të betohem për këtë gjë. Kjo ishte. Më duket se erdhi koha ti them lan të mirë bishti tim. Tani erdhi fundi. Ti me gjithë idetë tua brillante. Kur si minj, dhe dini çfarë bëjmë ne këtë rrotull me minj? Marti, mendo për diçka, çfarë do që të jetë, lutem. Çfarë do që të jetë? Se kisha fjallë për këtë. Më fal Buton. Jo, pësëri, unë ju rej lartësita. Do që të morem. Na iku, ta kapim! Ta kapim. Hehe, do na kapni më vonë. Hapa! O, më shejtan i vogël! Marti, nëse s'do t'ishte për çipin tim të besnikëris, do t'kesha kafshuar. E disa delikate është kjo makineria në bishtin tim? Nëse më sjell plera të tilla, nuk do të marrësh para. Edhe unë kurrë nuk do të dal nga shkretira me plera të tilla. O, zot i madh! Mendon se unë do të paguaj për plera të tilla? Harroje! Kush e ka radhën, le të vi! Është pastruesi im i preferuar. Përsëri nuk gjetët gjë, po si do t'u shqeni tani? Vetëm nëse më shet atë rimorkën ku jeton. Jo nëse vlen kush e di se çfarë. Një karburator i prishur i vitit 23. Po tallesh, Babi! Babi, Shikoj e këta, është një ES3000 nga 2174. Motori, ndezja, freksioni, janë të gjitha në rregull. Edhe kur ta shesim, ne do mund të... Marti, ku e more këtë gjë, Bir? Po unë të them që e gjeta Ke shkuar përsëri në zonën e ndaluar apo jo? Por babi, ku tjetër... Marti, të kam thënë me 100 herë të mos shkosh atje. Është rrezikshme. E di çfarë do të ndodhi nëse të kapin. Por babi, atje ndodhen të gjitha gjërat e mira. Unë doja vetëm të të ndihmoja. Shiko, të premtoj se nuk do ta bëj më, dakord? Deri nesër. Marti do të kthehet përsëri në kullën e ekurt. Kjo nuk është e vërtet. Babi, më fal, po jemi ne ata që gjetëm këtë vend. Ata s'mund të na ndalojnë që të shkojmë. Nuk është e drejtë, nuk është vendi i tyre ky. Marti, të gjithë eskavatorët ndjen kështu. Pjesë të robotëve në atë zonë përkasin kullës hekurt. Ato mund të na sjellin veç të lashe, Bir. Në rregull. Po tani, çfarë mund të bëjmë neve, ha? Nuk mund ta kthejmë atje ku e morëm. Ç'është kjo? Një S3000. Nuk ma ke treguar, Charlie. Kjo është një gjetje e rëndësishme. Do të jap $150 për këtë. 150? Mos e çmendur gjë. Kjo vlen të paktën $500. Edhe nuk do të bëjmë pazar për më pak. Marti, të lutem. Ma lër mua të merrem me këtë punë. Eja, Buton. Dakor, do të jap 175. S'mund ta besoj se babi do ta dëgjojë atë këmishën me lusht. Shitje, zotri. Sa i sikletshme, mos guzo të më shtypësh përsëri komandën e lekjes, Marti. Nuk është fa im që qipi besnikëris nuk më lejon të them gënjeshtra. Më duket se ka ardhur një djalë i ri në qytet. Ndoshta nuk duhet të afrohesh aq shumë, Marti. S'ka gjë, Buton, nuk do ndodh gjë. Është vetëm një makineri e trash. Apo jo, koleg? Të duket vetja se je makinë e mirë, a? Pa shikoj se je ndryshkur. Pas ka edhe motor të X750. E bukur. Oh, sa mirë. Si thua, Charlie? Marti, je mirë, Biri. Kujdes, djalosh. Ajo makineri mund të bëjë copa nëse i afrohesh shumë. Bukuria e erë të kthye. Kjo do të thotë se ringjallja e generalit është shpejt. Duhet të gjej trashëgimtarin e Eonit. Gafi arriti që t'i ikte me grushtin e Eonit. E po ti më shkënjeve. Të siguroj që do ta Jeti marrë. se çfarë kërcenimi mund të bëhet grusht. Duhet ta marrim ne përpara se të rindërtohet generali. Ndoshta duhet të kontrolloj progresin e presidentit Reimer. Po,
Zyrat qendrore të korporatës Maskar, kulla e hekurt. Mësuesit do të ketë edhe një takim të shkurtër për projektet e zonës së parë. Në orën 11 paradite keni një mbledhje me ekzekutivët në dhomën e konferencave KOI. Në orën 1 pasdite zyrtarët e CDF-s do takohen me ju për treg të ndërtesa rrumullakët. Oh, I pas keni prerë shumë zotëri, ishte një kënaqësi e madhe. Çfarë? Eli është zhdukur? Planet e mia do të shkatërrohen, gjejeni me njëherë! Shkemi, Marti, nuk pas ka njeri këtu, ha? Ri urdhë mos fol buton. Kush do të na siguroj që s'do futesh prap në telashe? Do je mirë, pastaj ti nuk marrin dot mua si do që tjetë. Sigurisht që mundem, jam në formë të mirë. Si thua për një pushim, Marti, ti nuk do të më nxjesh shumë qarqet, apo jo? Marti! Wow! Shikoje këtë buton! Mirë, do të bëjmë një pushim te kulla e ekurt. Te kulla! I kalova të gjitha kufijt! Sa pa mje bukur! Por, çfarë? Një transportues i vërtet armature! Si thua të ikim? Një ditë ai do ta zbuloj se çfarë po gatuajnë këtu ata. E qartë. Hej, Marti, shikoj pa këtë. Çfarë? Shiko! Është një garuese kë? Ditë ka mirë si ta nga sa dëgjon. Shiko sa shpejt po ikën. Iki, Marti, ata robot janë nga forca speciale të kullës e ekurt. Nëse la kapin këtu do të bëhemi skrap. Eja, Marti! Besu se mund të arrim atë të minjera. Më duket se do të kemi përsëri telashe. Marti! Jo nga Johan! Eja këtu! Kujdes! Idiot, çfarë bëre kështu? Si arritet ta quaj vajzën? Unë thjesht po mundohesha ta kapja. Nëse i thyem dhe një fua të vetëm, Rai Meri do na shndrojë në makina larse. Forca kokbosh, lëviz! Marti! Nuk mund të largohet shumë pa bicikletën e saj. Duhet të bëjmë një kërkim manual. Dhe bëjmë mirë ta gjejmë para se të erësohet. Po jo! E gjetët vajzën time të birësuar? Ende jo, zotri, por gjurmat i Do shpërndaj njësinë e ndihmës. Nëse ka dëshmitar, eliminojni. Por mos e çoni në mendje të ktheheni pa të kuptuar, more të paaft.
Mos ju tremba, zoti president. Ndoshta ju duhet një mbrojtje më e mirë. Përse ke ardhur këtu, mund të dyshojnë për ndonjë gjë. Por unë pranova të vija në koll, por gjërat kanë ndryshuar. Më duket se i ke harruar për partësitë tua. Kam ardhur t'i kujtoj. E ke idenë sa e vështirë është të analizoj të gjitha copat e vogla të metaleve që ndodhen në shkretir? E ke idenë se sa kohë do? Reimer, me dëgjo me kujdes. Ai ka pritur në errësirë për 100 vjet, është burr i duruar. Por ti ke pasur shumë vite dhe shumë mundësi që të përfundoje këtë detyrë. Nëse s'mund t'i gjesh pjesët që mungojnë të trupit të generalit në datën që kemi rënë dakord, atëherë unë nuk mund të garantoj sigurinë tënde. E kupton, zoti president? Unë kam bërë një marrëveshje me djallin, po Eli sot e gjeti që t'ja mbath dhe ta marrë mira. Dhe bast se këshu duhet të ndihesh kur të riciklojnë. Fë bas se kemi rënë atë minierën e vjetër të iridiumit. Një minierë? Ha! Më duket më shumë si varë. E përmenda që nuk më pëlqen fare të rinë në tokë. Këtu ka gjarpring dhe merimanga që zvarita në përqarqe kur je duke fjetur. Çfarë duhet të bëj, Marti? Nëse kërkojmë ndihmë ata do të na mbyllin këtu sepse hyn pa leje. Kjo punë është e mrekullueshme. A jemi... Ha! Ata po e ndiqnin rojet e kullës. Duhet të ketë bërë ndonjë gjë të ndaluar. Mjaft tani buton. A je mirë? Mendoj se po. Çfarë ndodhi? Asgjë. Vetëm se kemi rënë pa dashje në kurth, por jam i sigurt që ka një rrugë për të dalë. Po, ja ku është. Po. Pa kjo nuk të qonë... mrekulli, Marti! E gjete pa ndihmën e askujt një rrugë qore. Hej! Shikoje tani mjeshtrin në aksion. Kjo këtu është e pakalueshme! Mos u shqetëso, me siguri do ta gjejmë një rrugë dalje. Butoni është shumë i zoti për këtë. Apo jo, buton? Buton! Buton! Atëre po shkëlqen. Pra, nga kjo zonë jeti? Po, unë jam Eli, po ti? Unë jam Marti. Ndoshta e një babain tim, a i quhet Charlie, a i është një eskavatorist i famshëm. A i gjen pjesët më të mira të robotëve që nga koha e luftës këtu në shkretëtire dhe kudo. Duhet ta kishe parë se çfarë gjetëm dje. Një S3000 nga 2174. Por me sa duket, e vërteta është se unë po kuptoj që ti nuk e dëgjuar asnjëherë për këto gjëra. Marti, kam frikë se do jem më mirë pa ndihmën tënde, Edi. Problemi është se tani ata do të ndjekin edhe ty me siguri. Buton, pra më në fund e kuptove që duhet të kthehesh. E çfarë është ajo? Hej, shiko se çfarë gjeta. Sa mendon se duhet paguaj Gjimi për këtë, duhet të vlej shumë para? Çfarë është kjo gjë? Duket si një krah roboti, ose si një dorashk. Me sa duket nuk është keq për një skrap 100 vjeçar. Ke kujdes? Mos haro atë që tha Charlie, kjo pjesë të sjell vetëm telashe, po sikur ti je një kurth ose një boll. Duket sikur funksionon akoma. E mrekullueshme. Nuk e di se ku ka qenë.
Ku mund të ketë vajtur se unë nuk po shikoj gjë? Ti qete nga ty? Jo, s'kam parë gjë. Ka diçka atje ti? Prit ta shohim. Shkoni edhe gjejeni. Shenja e onit. Si ka mundësi? Çfarë ishte kjo gjë, valla? Mirë jeni ju? Çfarë po bën? Më trembe për vdekje, Marti. Tani hiq atë gjën edhe e atë ikim që këtu. Kjo ishte e frikshme. Si e bëre? Nuk po e hiq dot. Atëre më letë të më ndihmoj unë, Marti. Lëshoje. Çfarë bëre kështu? Ja ku ishte më. Hajde kapi. O ba, gati. Goditje e shkëlqyer. Vraponi! Ka një talje tjetër aty lart më duket. Vraponi! Atëherë, Marti, mjetë duart... Marti!